Në ceremoninë solemne të zhvilluar një ditë më parë, 350 rekrutë të rinj kanë bërë betimin duke u bashkuar forcës së sigurisë së Kosovës si pjesë e gjeneratës së dytë për vitin 2025. Ngjarja u mbajt në prani të përfaqësuesve të lartë shtetëror. Në fjalën e tij, Kurti vlerësoi FSK-n se po arrin me hapa të shpejta drejt një ushtrie moderne, të aftë dhe më përbërje multietnike. Ai theksoi se Kosova sot ka një ushtri profesionale të përgatitur në aspektin profesional dhe logjistik, e cila përfaqëson garanci për sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Në kohën kur bota përballet me kërcënime të ndryshme, Kosova nuk është më e vetmuar, krahanesh janë aleatët dhe partnerët strategjik. Ushtria jonë është e pathyeshme, sovraniteti i paprekshëm dhe integriteti territorial i pacënueshëm, deklaroi Kurti. Ai njoftoi gjithashtu se FSK është më e pajisur se kur më parë me sisteme moderne armatimi dhe se brenda 2 vitesh pritet ndërtimi i fabrikës së parë shtetërore për prodhimin e municioneve. Sot ushtria jonë është më e fortë se kur, e furnizuar me arsenal të avancuar ushtarak dhe e trajtuar në përputhje me doktrinat e NATO-s. FSK-ja po ndërton kapacitetet e plota si një ushtri e denjë për sfidat e kohës dhe një partnere e besueshme për vendet aleate, shtoi ai. Në këtë ceremoni, u ndan edhe mirënjohje për rekrutët, instruktorët dhe togerët e dalluar. Kjo është gjenerata e dytë e rekrutëve që i bashkohet FSK-s për vitin 2025 pas 344 rekrutëve të gjeneratës së parë që u bën betimin në muajin mars. Ndryshe, ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se ushtria e Serbisë është më e fuqishme se kurrë dhe shtoi se vetëm një numër i vogël njerëzish e di çfarë është blerë gjatë viteve të fundit, pasi gjithçka është bërë në fshehtësi. Sipas tij, Prishtina, Zagrebi dhe Tirana po krijojnë një aleancë ushtarake dhe se vazhdimisht po e ftojnë Sofjen për të bashkuar, gjë që e ka detyruar Serbinë të armatoset.